Harroj ilaçet e gjumit. Ky çaj bën mrekullin. Sekreti i natyrës për një gjumë të thellë dhe të qetë. Pagjumësia është kthyer në një nga problemet më të zakonshme të kohës moderne. Stresi, ankthi, përdorimi i telefonit para gjumit, lodhja mendore dhe problemet e përditshme e bëjnë gjithnjë më të vështirë që trupi dhe mendja të pushojnë. Shumë njerëz drejtohen menjëherë tek ilaçet e gjumit, por shpesh harrojnë se natyra ka zgjidhje shumë më të buta dhe të sigurta. Sot do të flasim për një çaj natyral që ndihmon në qetësimin e sistemit nervor, relaksimin e muskujve dhe përgatitjen e trupit për një gjumë të thellë. Ky çaj nuk krijon varësi dhe nuk ju lë të përgjumur në mëngjes. Një çaj i kamomilit. Mbretëresha e qetësisë 4. Kamomili është një nga bimët më të vjetra medicinale të përdorura për qetësim. Ai përmban një përbërës të quajtur apigenin, i cili lidhet me receptorët në tru që reduktojnë ankthin dhe nxisin përgjumjen. Pse funksionon? Qetëson sistemin nervor, ul tensionin emocional, relakson muskujt, ndihmon tretjen, stomaku i qetë, gjumë më i mirë. Si ta përgatisni? Një lugë gjelle kamomil të thatë, një gotë ujë i valuar, lëreni 10 minuta të mbuluar, pijeni 30 minuta para gjumit. Nëse dëshironi efekt më të fortë, shtoni pak mjaltë dhe disa pika limon. 2 çaji i valerianës. Qetësuesi natyral 4. Valeriana përdoret prej shekujsh si qetësues natyral. Ajo rrit nivelin e GABA-s në tru, një neurotransmetues që ndihmon trupin të relaksohet. Për kë është i përshtatshëm? Persona me ankth të lartë, ata që zgjohen shpesh gjatë natës, njerëz që e kanë të vështirë të bien në gjumë. Si ta përdorni? Një lugë çaji rrënje valeriane, një gotë ujë nxehtë, lëreni 15 minuta, pijeni 1 orë para gjumit. Kujdes, mos e kombinoni me ilaçe qetësuese pa u konsultuar me mjekun. 3. Çaji i livandës, aroma që qetëson shpirtin 4. Livanda nuk është vetëm për aromë. Ajo ndihmon në uljen e rrahjeve të zemrës dhe në stabilizimin e humorit. Studimet kanë treguar se aroma e livandës përmirëson cilësinë e gjumit dhe redukton stresin. Si ta përgatisni? Një lugë çaji livande thatë, një gotë ujë i valuar, lëreni 7-10 minuta, pijeni të ngrohtë pa sheqer. Mund ta kombinoni me kamomil për efekt më të fuqishëm. Receta magjike e kombinuar për gjumë të thellë. Nëse doni efekt maksimal, provoni këtë përzierje. 1-2 lugë kamomil, 1-2 lugë livand, pak rrënje valeriane, një gotë ujë i valuar. Lëreni 10-15 minuta. Pijeni çdo mbrëmje për 7 ditë rresht. Shumë persona raportojnë fjetje më të shpejtë, zgjim më pak gjatë natës, ndjenjë freskie në mëngjes. Disa këshilla të rëndësishme. Mos pini çaj menjëherë pasi hani rënd. Shmangni telefonin 30 minuta para gjumit. Mbani dhomën e freskët dhe të errët. Mos e teproni me sasinë. Nëse pagjumësia vazhdon për më shumë se 2-3 javë, konsultohuni me mjekun. Tani do të zbulojmë 2 elementë që e bëjnë këtë çaj shumë më efektiv. Një përbërës sekret natyral dhe një ritual i thjesht 5 minutësh që përgatit trurin për gjumë të thellë. 1. Përbërësi sekret, mjalti i papërpunuar. Shumë njerëz e shtojnë mjaltin vetëm për shije, por e vërteta është se mjalti i papërpunuar ndihmon realisht në procesin e gjumit. Pse funksionon? Ndihmon në stabilizimin e sheqerit në gjak gjatë natës. Nxit prodhimin e melatoninës, hormoni i gjumit. Qetëson sistemin nervor. Kur niveli i sheqerit në gjak bie shumë gjatë natës, trupi prodhon adrenalin dhe ju zgjon papritur. Një lugë e vogël mjalt para gjumit mund ta parandaloj këtë. Si ta përdorni? Shtoni një lugë çaji mjalt në çajin tuaj 10 minuta para se ta pini. Mos e vendosni në ujë shumë të nxehtë, prisni pak që të ftohet, që të ruani vlerat ushqyese. 2. Një alternativë tjetër e fuqishme. Arëmyshku në sasi shumë të vogël. Arëmyshku është përdorur tradicionalisht për relaksim. Ai përmban përbërës që ndihmojnë në qetësimin e trurit. Kujdes, përdorni vetëm një maj luge, shumë pak. Sasia e tepërt mund të shkaktojë efekte anësore. Shtoni një maj arëmyshku në përzierjen e çajit tuaj për efekt më të thellë qetësues. Ritual 5 minutësh para gjumit. Çaji ndihmon trupin, por rituali ndihmon mendjen. Minuta 1-2, frymarrja 4-4-6. Merrni frym për 4 sekonda. Mbajeni 4 sekonda.
Nxirrni frymën për 6 sekonda. Përsëriteni 6 herë. Kjo ul rrahjet e zemrës dhe qetëson sistemin nervor. Minuta 3-4, shkëputja nga mendimet. Shkruani në një letër 3 gjëra që ju shqetësojnë. Pastaj shkruani, do merrem me to nesër. Kjo i jep trurit sinjal se dita ka mbaruar. Minuta 5, errësirë dhe qetësi totale. Fikni dritat e forta. Largoni telefonin. Hapni pak dritaren për ajër të freskët. Trupi juaj do të fillojë të prodhojë melatonin natyrshëm. Çfarë ndodh pas 7 ditësh? Shumë persona që ndjekin këtë kombinim raportojnë: fjetje më të shpejtë, më pak zgjime gjatë natës, më shumë energji në mëngjes, më pak ankth gjatë ditës. Sekreti nuk është vetëm çaji, por konsistenca. Trupi ka nevojë për rutinë. Kur duhet kujdes? Nëse merrni ilaçe qetësuese ose për depresion. Nëse jeni shtatzën. Nëse keni probleme serioze me gjumin, apnea, pagjumësi kronike. Në këto raste, konsultohuni me mjekun. Gabimet që sabotojnë gjumin dhe formula për një natë perfekte. Edhe nëse pini çajin më të mirë natyral, disa zakone të përditshme mund ta prishin gjithë efektin. Gjumit nuk I mjafton vetëm një pije qetësuese. Ai ka nevojë për kushte të duhura. Le të mbyllim këtë udhëzues me të vërtetën që shumë e injorojnë. 5 gabime që prishin gjumin edhe nëse pini çajin. 1. Telefoni në shtrat. Drita blu ndalon prodhimin e melatoninës. Edhe 10-15 minuta scroll mund ta mashtrojë trurin se është ende ditë. 2. Darka e rëndë. Ushqimi I yndyrshëm ose I tepërt e mban stomakun aktiv kur trupi duhet të pushojë. 3. Kafeina pas orës 15:00. Edhe nëse nuk e ndjeni me njëherë, kafeina qëndron në trup 6-8 orë. 4. Mendimet e hapura. Nëse shkoni në shtrat me probleme të pasgjidhura në kokë, truri vazhdon të punojë. 5. Orari I çrregullt. Fjetja çdo natë në orë të ndryshme çrregullon ritmin biologjik. Çfarë të hani gjatë ditës për gjumë më të mirë? Bajame dhe ara. Të pasura me magnez, mineral që relakson muskujt dhe nervat. Përmban kalium dhe triptofan, që ndihmon në prodhimin e serotoninës dhe melatoninës. Qumë është I ngrohtë. Triptofani ndihmon në relaksim. Mund ta kombinoni me pak kanellë. Formula e natës perfekte. Darkë e lehtë para orës 19:30. Një shëtitje 15 minuta pas darkës. Çaji qetësues 30-60 minuta para gjumit. Ritual frymëmarrjeje. Dhoma e errët dhe e freskët. Nëse ndiqni këtë për 7-14 ditë, trupi fillon të krijojë ritëm natyral. E rëndësishme. Ky çaj dhe këto këshilla ndihmojnë në pagjumësi të lehtë ose të lidhur me stresin. Nëse zgjoheni duke u mbytur, gërhisni fort dhe ndaloni frymëmarrjen. Vuani nga pagjumësi kronike mbi 1 muaj. Duhet të konsultoheni me mjekun. Përfundimi. Nuk është mrekulli në kuptimin magjik. Është fuqia e natyrës, rutinë, disiplinë. Trupi juaj di të flejë. Duhet vetëm t'i krijoni kushtet. Provoni për 7 net rresht. Ndoshta nuk do t'ju duhen më ilaçet e gjumit.